nëse foshnja na vjell në rroba, a konsiderohet kjo pa pastërti? A lejohet të falemi me ato rroba apo duhet t'i ndrojmë? Sa i përket vëllezër vjelljes, qoftë prej të madhit, të rriturit apo prej të voglit, foshnjës, dietarët kanë mos pajtime vëllezër mes vete. Fuqahat vëllezër, shumica fuqahave të katër mëdhëbeve thonë që tugu apo vjellja është e papastër, edhe e prish abdesin. Me përjashtim kur është në sasi, disa kanë thënë sasi të vogël për shembull. Disa kanë thënë, për shembull, në mëdhëbin hanefish nëse vjell me plot gojën, prishet abdesin, nëse vjell veç pak nuk e prish abdesin. Mirë po, kanë thënë që është e papastër. Në rrallë me mëdhëbin maliki, thonë është e papastër vjellja nëse ka ndryshuar ngjyra. Mirë po thonë nëse e ke hangër ushimin edhe e ke qit jashtë ashtu siç e ke hangër, domethënë pa u përpunu, pa i ndryshuar ato natyra, struktura, thonë mbetet, do thonë çka i pastër. Se veç e ke qit ata që e ke fut brenda. A dietar të tjerë dhe mëdhëbe të tjera thonë jo, në moment që e çet diçka prej gojën, më është çka e papastër domethënë. Edhe thonë prishet edhe abdesi, nëse të bën trup duhet me la edhe kështu me radhë. Sigur të rrit, sigur tek foshnja. Mirë po mendimi i saktë vëllazër, siç kanë thënë disa dietarë që janë muhaqqiqun, që janë verifikues, si Sheikh Albani, Sheikh Uthaymeen, Sheikh Shawkani rahimahullah, disa dietarë tjerë pe ahlul hadith, që pe dietarëve të hadithit që e vjellura nuk është e papastër. Pse? Se nuk ka argument qartë. Kur themi nuk ka argument, nuk themi që ata fuqahat kanë folë pa argumente. Nuk themi kështu asesi, ata kanë argumentet e veta. Mirë po qëllimi edhe kur themi nuk ka argument është se nuk ka argument drejt për drejt që tregon se e vjellura është ka e papastër. Edhe që nëse të bjen trup, duhet me e la ose në rroba apo ta prish abdesin. Është një hadith, ku pejgamberi sa ka vjell, pastaj ka marr abdes. Ka vjell, ka marr abdes. Mirë po, rreth saksisë ti ka mos pajtime zëta, është i saktë apo? Mirë po, edhe nëse themi që është i saktë, vëllazër, nuk ka argument që ka marr abdes, pse e ka prish abdesin për shkak se ka të vjellurës. Se pejgamberi sa ai ka sqaruar vëllazër gjanat që e prishin abdesin. Edhe çështja tjetër vëllazër, shkon sigur e vjellura ishte e papastër, e po ashtu edhe domethënë me ta prish abdesin. Këta e kishë sqaruar pejgamberi sa patjetër e kishë sqaruar. Se sidomos tek fëmijët vëllazër, që vjellin bën çka në për rrobat, se fëmia dini vëllazër, bebët vjellin shumë. E kjo e çet nanën e vet në vështirësi shumë të madhe. Para çdo namazi mi ndru rrobat ose mi pastruar vështirësi shumë e madhe. Sikur ti shkon vëllazër e papastër pejgamberi sa patjetër e kishë sqaruar. Se muslimanët vazhdimisht kanë pas fëmijë ose vazhdimisht janë përballë me vjellje, qoftë rrituri, qoftë domosdoshmë veçdit. Edhe është diçka që nuk mundesh ti me elan për ma vonë sqarimin, çdo është patjetër me sqaruar. Me thonë që musliman keni kujdes, abdesin e prish ka edhe vjellura, edhe nëse të bjen rroba, duhet me pasru, çuçi u ka sqaruar, domethënë çështjen e nevojave fiziologjike të tjera që janë pa pastërta dhe e prishin abdesin. Mirë po nuk ka vëllezër diçka të tillë, nuk ka diçka të tillë. E përderisa nuk ka, atëherë i kthehemi vëllezër ka origjinës. Origjina është pastërtia vëllezër. Derisa të vjen e kundërta, kur të vjen argumenti i qartë, çysh ka ardhur për nevojën e vogël, Allahu nderoft, apo jashtësitjen apo çfarë do të qoftë që është pa pastërti, muslimani duhet mu pastru, atëherë themi që po, edhe prishet abdesin. Mirë, po përderisa nuk ka argument, domethënë, qartë, drejt për drejt, themi që nuk e prish vëllazër. Edhe kjo vëllazër është çka përputhet me lehtësinë e Islamit vëllazër. Ky mendim përputhet patjetër me lehtësinë e Islamit. Se nana e cila për ka fëmijë përgjigjen edhe fëmia din vazhdimisht domosht ka vjell. Para më thon çfarë vështirësie të madhe ka që vazhdimisht domosht ai të vjell në trupin ton, vazhdimisht me ndru rrobat, vazhdimisht domosht me pastru trupin, është problem shumë. Sidomos domosht këtu të na çush më bëhet ftoft edhe. Kështu që ky është mendimi i saktë, Allahu dhe më smiri, por ky është mendimi domosht që mendoj që është më afër argumenteve, më afër saktës dhe më afër parimeve domosht përgjithshme të Islamit po, edhe përmend vëllezër që ky është mendim që e kanë thënë disa dietarë, domthonë nuk është që po e thojmë nga vetja, është mendim domthonë që kanë thënë dietarë që janë kanë pas dije të madhe në fenë e Allahut subhanahu wa taala, po vallahu